Statuti bën fjalë për zgjedhje, jo për farsë. Të lutem, mos e keq interpreto statutin. Statuti, tani mundësisht. Në qoftë se statuti do shkruante për farsë, dhe unë mund t'jap dokumenta originale që dëshmojnë se vetdijen e Sali Berishës për farsën, pra në qoftë se unë do kisha shkruar farsë, unë jam dakord me ty, por nuk kam shkruar farsë, kam shkruar zgjedhje. Ju keni thënë që pavarësisht çfarë të ndodh. Jo farsë. Farsa është kryesore. Farsa. Sepse unë mund nxjerr dokumenta në të cilat me qartësi të madhe kam folur për farsa gjatë këtyre viteve. Pra, nuk është se i mungonte fjalorit tim politik nocioni farsë. Nuk më mungonte, s'mund të më mungonte ajmo, kurse si.